Shkova dhe këto. E shova. Dash behind. Bravo, Medita. Apo ka që ma afër kluta? Ku duhet që? I hap para dhe të bare. Anani, pres. Ma duhet jesë. Pion. Kur t'jeni gati, tregoni. Po mundet. Mundeve. Pra kryetori Ali Ahmeti konvokoi sot mbledhjen e radhës të kryesisë qendrore pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale për të diskutuar lidhur me zhvillimet politike në vend, lidhur me zhvillimet e brendshme. Gjithashtu një zëri u miratua për arsye se edhe ka skaduar afati për shkak edhe këtyre zhvillimeve me të cilët jemi ballafaquar për mbajtjen e kongresit partijak. Pra është caktuar që deri më 20 dhjetor të mbahet kongres partijak i Bashkimit Demokratik për Integrim. U zgjodhen gjithashtu unanimisht edhe këshilli organizativ i kongresit partijak në përbërje të Arbana Pashollit, Erina Ajdarit, Arta Bilali Zendeli, Faton Pollozhani, Valdet Xhaferi, Mirsad Ibrahimi, Diana Toska dhe Ardita Dani. Pra këto janë vendimet të cilët sot u morën në kryesinë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim. A folët diçka për Edhe Мaqedonisht. Значи денес председателот Ахмети ја свика седницата на Централното председателство после локалните избори, каде што дискутиравме за сите развои, за политичките развои, внатрешните развои во ДУИ, за коалицијата и така натаму, имајќи предвид дека истече на рокот и за партиски конгрес, соочувајќи со овие политички развои во државата, е одлучено до 20 декември да се организира партиски конгрес. Исто така едногласно е донесена одлука за составот на Организациониот одбор на Конгресот во состав на Армана Пашоли, Рина Айдари, Арта Билали Зендели, Фатон Положани, Валдет Джафери, Мирсад Ибрахими, Диана Тоска, Ардита Дани. За овие се одлуките од денешната седница на Централното председателство. A diskutuat për rezultatet zgjedhore ditëve e fundit dhe a ka përgjegjësi BDI-a për humbjen Korçov klasën? Edhe në komuna të tjera. Sigurisht se diskutohet dhe ende po mbahet mbledhja e kryesisë qendrore, po diskutohet për rezultatet në zgjedhjet lokale. Bashkimi Demokratik për Integrim për në Kërçov nuk mund të mbajë përgjegjësi. Të gjithë e dinë, gjithë qytetarët janë dëshmitar se këtu me votat edhe të koalicionit të Vlen është zgjedhur kandidati VMRO DPMN-s në Kërçov, me votet e koalicionit Vlen, po ashtu është zgjedhur kandidati VMRO-s edhe në Bërvenic. Nëse do duhet dikush të jap llogari përpara opinionit lidhur me këtë çështje, adresa është dikun tjetër, jo te Bashkimi Demokratik për Integrim. Për arsye se qëndrimet tona kanë qenë të qarta. Ka shtrirë rezultateve, do vazhdojnë koalicionin. Вторият круг на локалните избори. Како ги коментирате резултатите? Па вчера имаше пресконференција на председателот Ахмети, ние пораката ја примивме на национално ниво, сепак остануваме најголемата политичка опција со на 23.000 гласа повеќе. За некои општини, да, тоа е резултатот што веќе го имаме, што вчера беше соопштен пред јавноста и секако дека ДУИ влегува на процес на реновирање, на процес на обнова и затоа се организира и овој редовен партиски конгрес кој ќе треба да биде одржан до 20 декември. Ќе има ли оставки од партиски функционери? Ќе има ли оставки од партиски функционери? Не се дискутираше за оставки, имајќи предвид дека ние влегуваме на внатре-партиски избори. Sekretari përgjithshëm Fatan Ahmeti, do shkarkohet pasi që hupi edhe në borrin e vet, në shtëpitë vet. Kjo çështje fare nuk është diskutuar në mbledhjen e kryesisë qendrore, siç e theksova, po e përsëris edhe një herë.
Bashkimi Demokratik për Integrim hyn në zgjedhjet brendshme, për arsye se edhe afatet kanë skaduar për shkak zhvillimeve politike me cilën është përballur vendi, po megjithatë në BDI do të bëhet dhe ka filluar të bëhet një analizë e thellë e rezultateve zgjedhore, edhe për skaj asaj se në nivel kombëtar Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Beslidhja Aleanca Kombëtare për Integrim e rikonfirmoi legitimitetin e vet, aty ku maten partit, aty ku peshohen partitë politike, duke dalë në rrafsh kombëtar me më tepër se 23.000 vota, më tepër se sa oponentët. Edhe për skaj ndërhyrjes brutale të shtetit, edhe për skaj blerjes masive të votave, asfaltit elektoral, bekatonizimit të natës, trysnis presioneve, qytetarët, shqiptarët nuk u zmbrapsën, nuk u dorëzuan, prap dhanë legitimitet, e rikonfirmuan këtë legitimitet për Aleancën Kombëtare për Integrim. Edhe njerë do të vazhdoj koalicioni me Selën dhe Taravarin dhe partitë tjera, Bashkimi Demokratik për Integrim. Së shpejti. Më falni? Qarkullojnë, do me thënë, në opinion qarkullon se do i ndani rrugët së shpejti me dy aleanca. Ja, kjo çështja fare nuk është diskutuar. Aleanca Kombëtare për Integrim, sigurisht se na kemi edhe disa beteja para nesh, e kemi zgjedhjet në Gostivar, ku dallimi është i madh në favor të kandidatit ton pra të Aleancës Kombëtare për Integrim, kemi zgjedhjet në Vrapqish, gjithashtu dallimi është i madh se ne kuptova se do të performojnë së bashku. Domethënë, edhe një herë po e përsëris, kjo çështje as që është ngritur në këtë mbledhje të kryesisë qendrore. Okej? Faleminderit.